28. Mirësjellja islame, ahlaku. Mirësjellja islame, ahlaku, etika, morali, është grumbull rregullash për mirësjelljen. Njeri i mirësjellshëm quhet ai që beson, pranon dhe vepron sipas rregullave të caktuara morale. Dhe njeri i lig quhet ai që nuk beson, ose mbase edhe beson, por që shkel në vazhdimsi rregullat e caktuara morale. Burimet e mirësjelljes islame, ahlakut janë Kur'ani, hadithi dhe burimet dytësore islame, por edhe jeta e njerëzve të shquar në fenë islame. Rregullat mbi moralin islam ndahen në 3 grupe: detyrat e Allahut xheleshanuhu, detyrat ndaj vetvetes dhe detyrat ndaj njerëzve të tjerë. Lutja për prindërit. Zoti i madh të qofsha fal, babenan që mi ke fal, t'lutem i ruaj e mi fal, se i kam si syt në ball. Zoti i madh ti qofsh lavdue, lutem doret mos mi hilshue, nane bab që m'ke fal muhe, natë dit me undihmue. Haki Sharafi. Detyrat ndaj Allahut xheleshanuhu. Allahu krijoi çdo gjë në gjithësi. Ai e krijoi edhe njeriun si kurore të gjitha krijesave. Allahu e veçoi njeriun edhe me mendje, por edhe me porosi të veçanta, shpallje, për ta ndihmuar para vështirësive jetësore. Duke i pasur parasysh të gjitha mirësitë e dhuruara, dietarët detyrat ndaj Allahut xheleshanuhu i kanë ndarë në disa grupe kryesore. Të besojmë fuqishëm në 6 të vërtetat themelore të besimit, shartet e imanit, rregullisht dhe me kënaqësi të i kryejmë detyrat kryesore islame, shtyllat, ruknet e islamit, të kemi bindjen se çdo gjë që ka urdhëruar Allahu është e mirë dhe çdo gjë që ka ndaluar Allahu është e keqe. Allahu xheleshanuhu më do. Ishte një pasditë e vranët vere. Po bëhesha gati për kursin e gjuhës arabe. Shikova nga dritarja. Era luante me gjethet jeshile. Nuk më duhet ombrella, mendova, dhe dola nga shtëpia. Pas mësimit u nisa drejt shtëpisë. Retë dendura e kishin mbuluar tërë qiellin. Në largësi dëgjoj bubullima. Shpejtova duke menduar se do të arrija në shtëpi para shtrëngatës. Kur arrita aty diku nga gjysma e rrugës për në shtëpi, fryu një erë fort. Filloi dhe shiu. Shiu shumë shpejt u bë i fuqishëm. Gabova që nuk e morra ombrellën me vete. Por tani ishte vonë. Rrobat më ishin bërë qull. U streova në një dru. Dridhesha. Kisha të ftohtë. Ndërsa po më kaplonte dhe frika, e lutja Allahun e dashur të më mëshironte. Në një qast pran meje ndaloi një vetur. U hap dera dhe u dëgjua një zë. Amna, bi, futu brenda shpejt. Ishte gjyshi im që kthehej nga puna. Mendova, duaja mu pranua. Të faleminderit o Zot që mendon për mua dhe që më ndihmove në këtë situatë. Në atë qast e ndjeva që Allahu xheleshanuhu vërtet më do. Detyrat ndaj vetvetes. Allahu krijoi njeriun dhe çdo gjë tjetër në gjithësi. Jeta dhe shëndeti duhet të ruhet me kujdes nga njeriu. Ai është amanet nga Allahu i Madhërisëm. Ushqimi, pastërtia, veshëmbathja janë disa nga kushtet për ruajtjen e njeriut. Është detyrë jona të ushqehemi në mënyrë cilësore. Me këtë nuk nënkuptojmë vetëm prodhimet sa më të natyrshme, por edhe cilësinë në pikpamje të halalit dhe haramit. Mishi dhe prodhimet e derrit, mishi nga coftinat, shtazët e prera në mënyrë të ndaluar, gjaku i shtazëve e të tjera janë të ndaluara. Edhe pijet alkoolike janë të ndaluara. Veshmbathja e stolisur me mjete të ndaluara gjithashtu nuk lejohet. Floriri dhe mëndafshit e meshkujt dhe veshja e ngushtë, provokative dhe të i dukshme nuk lejohet, edhe nëse plotësohen kushtet e tjera.
Proverb. Elfu sahibin qalilun, wa aduun wahidun kathirun. Një mishok janë pak, e një armik është shumë. Detyrat ndaj njerëzve të tjerë. Ndër obligimet tona është edhe qëndrimi i mirë, i drejtë dhe i sinqertë ndaj njerëzve të tjerë. Mirësia nënkupton mendimin e mirë për të tjerët, faljen e tyre në raste të caktuara dhe ndihmesa ndaj mjedisit ku vepron. Familja është shtyllë e bashkësisë, e cila është fryt i martesës islame. Prindrit janë obliguar të kujdesen për jetën dhe shëndetin e fëmijëve të vet, kujdesen për edukimin e drejtë fetar dhe tjetër, kujdesen për mësimin e tyre në dije apo zeje dhe aftësimin e tyre për jetë. Lutja e jetimëve. Ba benan ata që s'kan, Zot, me ty shpresën e kanë. Me u ndih e me u dhan, çdo nevojë ata që kanë. Zoti i madh e i vërtet, për jetimët në këtë jetë, dhimbt e kujdes këti vet, pra ata nuk janë të shkret. Haki Sharafi. Familjet janë të obliguar të jenë falenderues dhe të bindur ndaj prindërve, të i dëgjojnë, respektojnë, duan dhe ndihmojnë prindërit, të u përgjigjen në ftesën e tyre, të i kujtojnë prindrit e tyre me lutje dhe të japin sadaka në emër të tyre, kujdesen për shëndetin e prindërve, të i ndihmojnë ata me rast sëmundjeje, të i ndihmojnë materialisht nëse prindrit kanë nevojë e të tjerë.